Përshëndetje përsëri me recetën e radhës. Kësaj here sjodha të përgatis speca të mbushur me recetën si të gjyshes me një shije të veçantë dhe plot erëza. Ju ftoj ta përgatisni kështu siç e kam përgatitur unë, sepse nuk do shgënjeni nga shija e saj. Fillojmë njëherë me përgatitjen. Si fillim marrim qepët. Unë kam përdorur rreth 5-6 kokra qep, sepse kjo recetë do shumë qep dhe sidomos ato të zbuten në tenxhere me kapak. I kriva imët qepët. Qepëve që kisha unë i kishin dalë ato bishtat, kam lexuar që duhet ja heq, kështu që ja hoqa. Pas marr të tenxherën e gizës, sepse tenxhera e gizës i jep më shumë avull qepëve dhe i bën më të zbutura. Qepët po skuqnin, kështu që unë vazhdova me grirjen e perimeve të tjera. Kam përdorur një karrot, duke e grirë kështu në kubik dhe e kam ndarë në 4 pjesë karrotën për ta bërë sa më të imët. Për këtë recetë kam përdorur edhe 2 speca jeshil. Tani nuk është sezoni sepse jemi në dimër, por në verë mund të marrim nga ato specat që janë me super aromë dhe japin një shije tepër të veçantë gjellës që do t'i mbushim më pas specat. Perimet kam shumë qejf që t'i grej sa më imët, sepse ato treten dhe nuk ndihen shumë tek gjella. Qepa na është zbutur siç e shohim dhe aty ka lëshuar atë lëngun, dhe mbe perimet që kemi grirë vazhdojmë dhe qërojmë dhe domatet, sepse nuk duam që ajo lëkurë të na ngecë ashtu tek gjella. Jemi shumë e fat që në Shqipëri kemi gatime tradicionale që mbajnë një shije me të vërtetë të veçantë, dhe pse ne fëmijë nuk i kemi shumë qejf këto, por kur të rritemi shija ka ngelur në kujtimet tona. Kështu ndodhi dhe me mua, gjyshja ime e përgatiste kaq të shijshme këtë gjellën me qep dhe unë e mbaj mend kujtimin e saj. Tek qepët hedhim karrotat dhe specat, më pas e mbyllim kapakun që të zbuten dhe ato. Më pas vazhdojmë me specat që do i mbushim, ja hapim kapakun kështu, duke mos ja prerë kapakun deri në fund, por duke e lënë pak gjysmën pa prerë, ja heqim farat dhe më pas marrim krip dhe i lyejm brenda çdo spec, sepse kështu speci do të marrë një shije më të mirë dhe do të lëshojë atë lëngun e hidhur që ne nuk e duam. I lyejm kështu të gjithë specat me kujdes që mos na iki kapaku dhe i vendosim në tavë që të pushojmë. Ndërkohë, ja si na është bërë gjella me perimet tepër e lëngshme dhe e shijshme, më pas i vendosim mishin e grirë dhe është shumë e rëndësishme që ta shtypim me një lugë duke e bërë me kokrizat të imta. Këtu kam marrë nenexhik. Nenexhiku është një përbërës tepër i rëndësishëm për recetën tonë, sepse do ju japi një shije freskie. Mishi i grirë është në zjarr dhe po skuqet. Ndërkohë, ne bëjmë gati erëzat. Në një pjatë vendosim veget, piper të kuq të ëmbël, rigon. Unë e kam matur me një nga këto lugët, gjithashtu i kam vendosur dhe piper. Vendosim dhe nenexhikun që grim më përpara dhe 2 lugë me këtë pastën e domateve dhe 2 nga gjethet e dafinës, sepse mishi e pëlqen shumë gjethen e dafinës dhe bëhet më i shijshëm. Ja hedhim tek mishi i grirë dhe japim një të përzierë derisa erëzat të bashkohen me mishin e grirë. Më pas kemi bërë gati dhe domaten, ja hedhim përsipër, i vendosim dhe ujë i hedhim derisa gjella jonë të mbulohet, sepse mishi i grirë ka nevojë të zihet, gjithashtu dhe domatet duhet të bëhen si formë salce pureje. Ja vendosim kapakun për t'i dhënë më shumë avull, dhe një truk që unë do ju mësoj është që duhet të numërojmë sa speca kemi, aq duar grushta me oriz do i hedhim gjellës. Unë për shembull kisha 6 speca. Specat e mi ishin të mëdhenj, kështu që ne do i hedhim pak më shumë oriz. Dhe unë i hodha 6 duar, por i mbusha plot. Orizi nuk ka nevojë të zihet siç u zi mishi më përpara, sepse ne do e vendosim në furrë tek tava dhe ai do të zihet aty. Kështu që i mbushim të gjithë, jo plotësisht, sepse orizi do i japi edhe një fryrje,
por i mbushim aq sa ta shohim të mjaftueshme. Kjo tavë që bëra unë sot është për rreth 5 persona, por edhe për 4 nëse ato janë shumë të uritur dhe duan pak më shumë gjellë. Hargjë që na ngelin nga specat do e hedhim tek pjesa e tavës për ta lënë kështu që të duket në sipërfaqe. Ne kur ishim të vegjël, kjo ishte ajo pjesa që pëlqeni më shumë, sepse kishte më shumë shije dhe neve nuk i donim specat, por sot që u rritëm, specat janë gjëja jonë e preferuar. Gjithashtu, specat e kuq kanë një shije më të ëmbël. Sidomos to specat që përzjodha unë, forma e tyre ka më shumë të jetë një shije më të mirë tavës. Gjithashtu i vendosa dhe pak ujë që të zihet orizi dhe më pas vaj ulliri përsipër. E lash për 40 minuta në furrë me 200 gradë. Duke i vendosur si fillim letër alumim përsipër, më pas ja hoqa për të marrë një faqe më shumë speca. Tava jon kishte dal perfekt. Më ringjalli edhe një herë kujtimet e gjyshes time dhe ju ftoj që të bëni subscribe dhe të më ndiqni në videot e radhës për më shumë detaje të recetave dhe sekrete të trashëguara nga gjyshet dhe pasioni im i madh për kuzhinën, të gatuar bukur dhe me plot shije, sidomos kur kam një kuzhinë të mbushur me lule natyrale që më japin inspirim. Ju falenderoj që më ndoqët.